إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تجيث لأفدريمة تقين الله سبحانه وتعالى أتى لأفدرين دين ذا فاريا فتن بريتي كرقين I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja e veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush ta humbë, ndërsa atë që ai e humbi nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm parta. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Robërt Allahut, friksojeni Allahut të madhëruar, i cili është Zoti i gjithçkaje, dhe përshëndrohuni me meditim në ajetet e librit të tij, si dhe përkujtoni atë që gjendet në të siç është shpërblimi dhe ndëshkimi, nga sa Allahu i lartë madhëruar thot në librin e tij: Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kjo është një libër që ne ta kemi zbritur ty të begat, që ata të meditojnë thellë ajetet e tij dhe që të përkujtojnë ata që janë të zotët e mendjes. Robërt Allahut, prej këshillave më të mëdha të Kuranit është ajo që Allahu i lartësuar ka treguar në lidhje me ngjarjet e pejgamberëve dhe të popujve të hershëm, dhe sqarimi se si ishte përfundimi i atyre që ju bindën pejgamberëve dhe atyre që i kundërshtuan ata, me qëllim që ta dijë çdo njeri se nëse i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, ai ka fituar një fitore të madhe, ndërsa nëse kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, ai ka pësuar një humbje të qartë. Dhe për ngjarjeve të popujve të hershëm që Allahu i lartësuar tregoi është historia e popullit të Lutit alayhis salam. Ata ishin një popull i dhujtar dhe përveç shirkut që i bënin Allahut të lartësuar, ata ishin edhe për njerëzve më të këqij në sjellje dhe më të ndyrët në fshehtësi dhe në publik. Ata ishin kusar të rrugëve, pra u aprisin rrugën njerëzve dhe i plaçkinin ato. Friksonin çdo kalimtar që vinte apo shkonte, ndërsa në tubimet e tyre që rinin bënin haptazi veprat më të ndyra. Ata ishin të parët e njerëzimit që kryen aktin e neveriqëm, kishin marrëdhënie me meshkuj duke lënë me janë gratë të tyre. Allahu na ruaj. Atëherë Allahu i lartësuar u dërgoi atyre Lutin alayhis salam si mëshirë për ta dhe për t'u ngritur argumentin, duke i ftuar ata në tauhid, pra në veçimin e Allahut vetëm parta, në adhurim, për t'i pastruar ata nga shirku, si dhe duke i ftuar ata në përmirësim dhe rregullim, që t'i pastrojë ata nga bërja shkatërimeve në tokë, po ashtu duke i ftuar ata në ndershmëri dhe që të mjaftohen me të lejuarën ndaj të ndaluarës, me qëllim që t'i pastrojë ata nga ai lloj moraliteti të shëmtuar që nuk e pranon as feja, as logjika, as natyrshmëria e pastër dhe as është e hijshme. Mirë po, ai popull këmbguli në atë gjë që ata ishin, pra këmbgulën në ato gjunahet e tyre dhe në shirkun e tyre. Atëherë Allahu i lartësuar dërgoi engjëj në formën e djemve të ri me fytyra të bukura dhe ata zbritën musafir tek Luti alayhis salam, ndërsa Luti alayhis salam nuk e dinte se kush ishin ata në të vërtetë. Ndërkohë populli i tij mori vesh për musafirët e Lutit alayhis salam dhe kërkuan që të arrinte ata për të bërë atë vepër të shëmtuar që ata ishin mësuar të bënin zakonisht. Në këto momente Lutin alayhis salam e kaploi një shqetësim i madh dhe një brengë e rëndë dhe tha duke shpresuar: "Law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid", sikur të kisha unë fuqi kundër jush,
ose të mbështetesha në një mbrojtje të fortë. Do më thënë ai nuk kishte forcë kundër tyre, dhe as ndonjë ndihmëtar nga shtëpia e tij apo nga të tjerë. Pra ai nuk kishte fis me të cilët i luftonte ata. Ai nuk kishte fëmijë meshkuj, por se vetëm vajza, dhe pikërisht kështu ishin profetët, ishin baballar të vajzave, ashtu sikur se ka thënë Imam Ahmedi, Allahu më shëroft. E kur e ngjit pan brengën dhe frikën e Lutit alayhis salam, se mos populli i tij u afrohet atyre, ata i treguan atij të vërtetën se ishin të dërguarit dhe engjëjt e Allahut të lartësuar. Ndaj Allahu i lartësuar duke treguar për ta thotë: "Qalu ya Lut inna rusulu rabbik la yasilu ilayk." Ata thanë: "O Lut, ne jemi të dërguarit e Zotit tënd, ata nuk do të mund të arrijnë tek ti." Do më thënë, ne nuk jemi njerëz, por engjëj, ata nuk do të mund të na prekin as neve dhe as ty me asgjë të keqe, prandaj qetësohu dhe gëzohu. Pastaj Xhibrili alayhis salam i goditi me majën e krahut të tij fytyrat e atyre njerëzve të pamoralshëm, të cilët kishin ardhur tek dera e shtëpisë së Lutit alayhis salam, dhe ata u verbuan, ashtu siç ka thënë Allahu i lartësuar duke treguar për ta: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. Dhe më të vërtetë, ata u përpoqën të sulmojnë musafirët e tij, por ne u verbuam syt, shijoni dënimin tim dhe paralajmërimet e mia. Pastaj engjëjt e urdhëruan Lutin alayhis salam që të dalë natën bashkë me dy vajzat e tij dhe të ecë pas tyre dhe të shkojë në drejtim të vendeve të Shamit, dhe askush të mos e kthej shikimin pas kur të vinë dëshkimi mbi popullin e tij. Ky është kuptimi i fjalës së Allahut të lartësuar ku thotë: "Fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahad wamdu haythu tu'marun." Prandaj lëviz me familjen tënde në një pjesë të natës dhe ndiqi ata nga pas, dhe askush prej jush të mos shikoj prapa, dhe shkoni ku jeni urdhëruar. Atëherë Allahu i lartësuar në agim zbriti mbi popullin e Lutit alayhis salam gur nga bajta e pjekur me breshëri dhe i ngriti shtëpitë e tyre deri në qiell. Pastaj i ktheu përmbys mbi ta me të gjithë ata që ishin brenda, duke përfshirë këtu edhe gruan e Lutit alayhis salam, sepse ajo ishte jo besimtare në fenë e popullit të saj, dhe të gjithë u shkatruan me drejtsinë dhe fuqinë e Allahut të lartësuar. Ndërsa Lutin alayhis salam dhe dy vajzat e tij, Allahu i madhëruar i shpëtoi me mirësinë dhe mëshirën e tij. Kështu Allahu i lartësuar e bëri popullin e Lutit shembull dhe mësim për të gjithë popujt pas tyre. Ndaj, kush bën vepra si puna e tyre, atëherë ndëshkimi i Allahut të plotfuqishëm është afër. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. E kur erdhi urdhërin, ne pjesën e sipërme të tyre, pra si pjesën e sipërme të fshatrave të Medajnit, e kthyem përbys dhe lëshuam mbi ta gur nga bajta me breshëri, të shënuara tek Zoti yt. Pra çdo gur ishte i shënuar me emrin tek i cili do zbriste, pra me emrin e personit tek i cili mbi cilin do të zbriste dënimi. Dhe ai dënim nuk është larg nga zullumqtarët. Pra çdo kush e bën një vepër të tillë, Allahu na ka paralajmëruar se dënimi është afër tij. Pra shikoni se çfarë dënimi të dhimbshëm dhe poshtrues që ra mbi ta për shkak të mosbesimit që kishin dhe për shkak të veprave të shëmtuara të tyre. Ndaj, i kërkojmë mbrojtje Allahut të lartësuar nga zemrimi i tij dhe nga dëshkimi i tij, dhe të na ruaj nga gjunahet e dukshme dhe të fshehta, të cilat janë shkak për meritimin e ndëshkimit të tij. أقول ما تستمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين أما بعد. Robert Allahu, friksojeni Allahu të lartësuar dhe ruhuni nga fillësitë e dukshme dhe të padukshme, dhe dijeni se homoseksualizmi është prej gjunaheve të mëdha dhe prej veprave më të shumtuara. Allahu i lartë madhëruar e ka ndëshkuar popullin që bëri këtë vepër të shëmtuar me një ndëshkim që nuk ka përmendur se ka ndëshkuar ndonjë popull tjetër sikur sa ai. Allahu na ruaj. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka paralajmëruar umetin e tij nga kjo vepër shëmtuar duke thënë: Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Më të vërtetë, gjëja që më frikson më së shumti për umetin tim është vepra e popullit të Lutit. Këtë hadith e transmeton Tirmidhiu. Ndërsa në një hadith tjetër ka thënë: La'ana Allahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'ana Allahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'ana Allahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allahu e mallkoft atë që bën veprën e popullit të Lutit. Allahu e mallkoft atë që bën veprën e popullit të Lutit. Allahu e mallkoft atë që bën veprën e popullit të Lutit. Këtë transmeton Imam Ahmedi, pra ka mallkuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam 3 herë. Pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La yanzuru Allahu ila rajulin ata dhakaran aw imra'atan fi duburiha. Allahu nuk e shikon atë burr që kryen marrëdhënie me një burr apo me një grua në të pasmën e saj. Këtë transmeton Tirmidhiu. Pashtu nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai ka urdhëruar për ekzekutimin e personit që vepron veprën e popullit të Lutit. Kështu në një hadith ai thotë: Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Këdo që gjeni duke bërë veprën e popullit të Lutit, atëherë vriteni atë dhe personin me cilin ai e kryen atë vepër. Domethënë le t'i vrasë ata të dy, prisi i vendit. Ky paralajmërim i rreth për këtë vepër të shëmtuar të imoralitetit brenda një gjinie dhe pasojat ndëshkuese të saj në dunja dhe në ahiret janë argument për neverinë e kësaj vepre të shëmtuar, për shkak se ajo çon në shkatrimin e fesë, në shkatrimin e moralit, të natyrshmërisë së pastër, shëndetit, prishjen e vlerave, shëmbjen e familjes dhe shpërbërjen e shoqërisë dhe shumë të këqija të tjera. Robert Allahu, rënja në këtë vepër të shëmtuar ka disa hapa paraprake që e paraprinë atë. Për tyre janë dobësia e besimit, shikimi i pakontrolluar, neglizhenca në mbulimin e pjesëve të turpshme, neglizhenca në edukim, qëndrimi i vetëm i një të rriturit të pabesueshëm me një fëmijë, si dhe shkaqe të tjera si këto. Prandaj është obligim të jemi të kujdesshëm dhe të bëjmë shkaqet e shpëtimit, veçanërisht në këtë kohë ku shumë shtete përpiqen të detyrojnë njerëzit të pranojnë devijimin, pra homoseksualizmin dhe të vendosin dënim ndaj atij që paralajmëron prej tij. Allahu na ruaj të fenë tonë, moralin tonë dhe vlerat tona dhe pasardhësit tanë. Allahu është mbrojtësi më i mirë dhe më i mëshirshëm i mëshiruesve. Ndërsa së fundi, Robert Allahu, lutuni për pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam, pasi Allahu i lartësuar ka thënë në librin e tij: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtetë Allahu dhe melajket e tij e lavdërojnë pejgamberin. O ju të cilët keni besuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për të. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.